ndalur ndonjëherë dhe keni pyetur veten, apo jetojmë siç duam, apo siç presin të tjerët? Apo na ikën jeta duke pritur momentin perfekt? A është kjo jeta që kemi dashur, apo thjesht jeta që na ka ndodhur që t'jetojmë? Këto janë pyetje që na ndjekin të gjitha, sepse jeta ka mënyrën e vet për të na çuar në për rrugë që ne nuk i kishim planifikuar. Por ndonjëherë mjafton një ndalesë, një mendim, një zë i brendshëm që të na kujtojë se kush jemi dhe çfarë kemi harruar. Prandaj sot në Elevate unë nuk kam të ftuar. Sot dua të flas me të gjithë ju, që më ndiqni, për gjërat që do kishim dashur që të dini më herët në jetë, me shpresën se ndoshta një fjali nga këto që them do t'jetë pikërisht ajo që kishit nevojë që ta dëgjonit. E para, koha, e vetmja që nuk falet. A ndiheni ndonjëherë si kur dita ikën dhe as nuk e keni ndjerë ose përjetuar as pak? Si t'ishte një garë ku gjithmonë jeni me vonesë, por kur ndalni hapin, kuptoni diçka të rëndësishme. Koha nuk kthehet as për një moment. Mund që të fitoni para, mund të fitoni status edhe famë, por koha nuk blihet. Dhe çastet më të bukura nuk janë ato që i planifikoni me kujdes. Janë ato spontanet, një qeshur e papritur me fëmijët, një telefonat, ose një takim që zgjat më shumë se sa duhet, një shprehje e sinqertë e dashurisë. Mos thoni më kur të kem kohë, thoni tani, sepse në fund do të kujtoni çastet, jo listat e punëve që kishit për të bërë. E dyta, njerëzit, kush e meriton vendin në jetën tuaj? Apo e jepni kohën dhe energjinë tek njerëz që nuk ju kthejnë dashuri, mirësi apo respekt? A ndiheni të lodhur nga marrëdhënie që nuk ju japin asgjë në këmbim? Shumë nga ne e mësojnë vonë se dashuria pa kufi dhe pa kthyer nuk është as pak virtyt, është lodhje e shpirtit. Ju keni të drejtë që të vendosni kufi, të drejtë që të largoni njerëz që ju marrin pa dhënë, të drejtën të zgjidhni rrethin tuaj me kujdes. Nëse i keni ende prindrit, bëjeni pyetje, dëgjojeni. Mos prisni të vijë dita kur dëshironi me gjithë zemër një bisedë që nuk ndodhi kurrë. E treta, familja. Mos i merrni për të mirëqen. Kur ishte hera e fundit që patët një bisedë të gjatë dhe të vërtetë me nënën tuaj, babain, me vllajin apo motrën? Jeta nuk premton kohë të pafund dhe mungesat nuk i ndjejmë kur ndodhin, por më vonë në heshtjen që lën pas. Bëni pyetje, tregoni dashuri, falni, sepse kur një zë të mungon, asgjë nuk e zëvendëson. Vetja, kush jeni ju kur nuk ju sheh askush? Apo jetoni si vetja, apo si një version që mendoni se do t'u pëlqente të tjerëve? A ndiheni të lirë që të thoni, kjo jam unë, ky jam unë? Ne mësohemi të jemi të mirë, të disiplinuar, të pëlqyeshëm, por askush s'na mëson që të jemi në fakt të vërtetë. Mos keni frikë që të ndryshoni. Nuk jeni as gabimet që keni bërë dhe as etiketimet që ju kanë bënë të tjerët. Ju jeni shumë më tepër dhe nuk është asnjëherë vonë për të filluar nga e para. E pesta, puna dhe suksesi. Jo çdo trofe është një fitore. Sa prej jush jeni në punë dhe nuk ndiheni as pak të plotësuar? Sa herë keni menduar, do të doja që të kisha ndjekur pasionin tim? Suksesi nuk është vetëm rroga apo statusi. Suksesi është kur flini dhe zgjoheni dhe ndiheni në paqe me veten tuaj. Nëse nuk ju sjell qetësi dhe përmbushje, pastaj nuk është sukses. Pyetini vetveten, çfarë pune do të bëja nëse nuk do të më duhej që të fitoja para? Kështu, do të gjeni atë që ju motivon dhe përmbush.
Dhe pikërisht ajo është rruga juaj. E 6 shëndeti, trupi nuk harron. Apo jepni trupit tuaj të njëjtën dashuri që i jepni të tjerëve. Apo e trajtoni mirë shtëpinë ku jeton shpirti juaj. Shëndeti nuk është një dhuratë e përjetshme. Ushqimi, gjumi, lëvizja nuk janë luks, janë një kujdes i domosdoshëm. Dhe mos harroni shëndetin mendor. Kur ishte hera e fundit që e ndalët veten dhe thatë, sot nuk jam mirë. Është okej që mos jeni mirë. Është okej që të kërkoni ndihmë. Është akt force, jo dobësie. E 7, parat. Liria vjen kur nuk jeni sklever të tyre. Apo punoni për të jetuar, apo po jetoni për të punuar. A keni siguri dhe vetbesim, apo thjesht ankth financiar të vazhdueshëm. Parat blejnë komoditet, por jo dinjitet. Mësoni që t'i menaxhoni, filloni që të kurseni, investoni tek vetja, tek e ardhmja. Çdo lek që nuk e shpenzoni kot sot, është më shumë liri nesër. E 8, guximi. Mos prisni që t'jeni gati. Keni pritur ndonjëherë derisa të ndiheni gati për të filluar diçka të madhe? A jeni ndalur nga frika? Mos nuk jam mjaftueshëm për t'ja arritur. E vërteta është kjo. Asnjëherë nuk jeni plotësisht gati. Por guximi lind me veprimin, jo me pritjen. Mos prisni më, hidheni hapin, mos e lini frikën që t'ju drejtoj. Dhe në fund, nëse kjo do t'ishte dita juaj e fundit në këtë botë, a do t'ishit në paqe me mënyrën se si e keni jetuar jetën? A do të ndiheshit krenar për veten tuaj? Nëse jo, atëherë bëni diçka sot. Ndryshoni diçka sot. Mos prisni më. Sepse jeta nuk matet me sa kemi pasur, por me sa kemi dhënë, me sa kemi dashur, me çfarë na ka bërë që të ndihemi gjallë. Mos qëndroni më në heshtje në jetën tuaj, ndriçohuni, veproni, jetoni. Kjo është rruga jonë së bashku drejt lartësimit. Faleminderit.